Gjokutaj, Taulant Balla e konsideroi ditën e sotme si një ditë shumë të mirë për drejtsinë dhe tha që I qëndron kallëzimi do t'i bërë për çështjen Partizani dhe tha që prokuroria ka bërë një punë shumë të mirë sepse ka dëbuar nën akuzë Sali Berishën dhe persona të tjerë për korrupsion dhe pastrim parash. Sipas jush, po natyrisht ta mbaroj pyetjen? Sipas jush, a I qëndroi Taulant Balla të gjithë kallëzimit dhe si ishte ai në raport me pretendimet tuaja? Po sigurisht për Taulant Ballën dhe shokët e tij, sot dita ka qenë një ditë shumë e mirë për drejtsinë, sepse është një drejtësi e cila dëgjon 4 orë gjysmë një gënjeshtar, e kupton, I cili 50% dëshmisë nuk e mbante mend, edhe 50% I referoi mediave, po jo konkretisht e cilat. Edhe ky është një problem shumë I madh I pat. U konstatua gjyqësisht që kallëzuesi dhe dëshmitari Taulant Balla nuk dinte çfarë akuzash kishte bërë në kallëzim. Thoshte korrupsion ndërkohë që ka bërë kallëzimin për shpërdorim detyre. Ju e pat që vet akuza kundërshtoi një pjesë të dëshmisë së tij. Pra, shikoni, kjo është, prandaj ne kemi thënë që është çështje pa fakt penal, edhe një çështje e sajuar, edhe unë sot mas gjithë dëshmisë kam dyshime shumë të forta që jo vetëm që ka konsumuar elementet e kallëzimit të rrem, dëshmitari, por ajo do dhe një qik hetim sepse bënd vakishje dhe mos e ketë bërë vetë kallëzimin. Tani ne e pyetëm zotin Altezi dhe pikërisht kjo ishte pyetja, duke qenë si u pretendoni që ka gënyer. A do ta kallëzoni sërish Taulant Ballën? Po shikoni, Taulant Balla është kallëzuar një herë dhe përgjigjja nuk është kthyer, nuk I kanë hyrë themelit, kanë thënë që nuk ka mbaruar çështja. Sot është një situatë tjetër, po ju shikoni, ka vërtetoi vetë Spaku. Spaku kundërshtoi një pjesë dëshmisë tij. Pra, ai nuk I qëndroi as atyre thënieve që ka thënë Spak. Dhe ky Spak që merr një kallëzim me shpërdorim detyre dhe kalon në korrupsion. Çfarë kundërshtoi Spaku? Kundërshtoi një element për një lidhje me një studio. Po nuk ka rëndësi, shiko. Po pyetjet e Spakut si duken sot? Po shiko, Spaku e mori ditën e punës sot. Kështu që Se proceset janë kthyer në ditë punës sepse Gjokutaj? po patjetër në ditë punës Pra, sepse pra, po ja pra, se kjo është super çështja dhe ata po nuk kanë çfarë pyetje të bënin. 2 pyetje bëri prokuroria, edhe një pyetje në fund që deshit gjykata nuk e lejoi sepse nuk kishte lidhje me çështjen dhe me akuzën. Pra, shiko, si pari I një procesi fals do kishte këtë fytyrë edhe këtë tablo. Çfarë doni të kuptonit ju zoti Gjokutaj kur e pyetët dëshmitarin Balla nëse kishte vënë apo jo në dieni Ramën për kallëzimin? Jo, sepse sigurisht ka të bësh kallëzim për një çështje të tillë, ku edhe zoti Rama ka qenë involvuar, në këtë çështje, bile ai ka paraprirë me akte konkrete që ka firmosur, ndërkohë që Taulanti na rezulton më merakçi për pronën publike dhe për pronat e shtetit. Nuk e di ti ketë bërë puç, problemi është që... Tani na sqarose, nëse Rama ka qenë involvuar dhe Taulanti ka bërë kallëzim... Mos u nxef, Klodi. Nuk po nxefen për bërë pyetje. Shu, Klodi, tashi ju do të jap një këshill që vriteni dhe ju nga një çik mendjen, jo të gjitha do ja japim neve gati. Po tani kemi mundësinë për bërë transparencë. Edhe një vërejtje kam që kishte shumë gazetar fillim dhe në fund ngelen më profesionistët. Nëse na referosh një pjesë e zoti Gjokutaj, ja po e sqaroj dolën sepse kishte një antar të Partisë Socialiste në Spak zoti Gjokutaj dhe u konsideruat ajo shumë e rëndësishme. Një ministre aktuale dhe besoj që ju e kuptoni këtë gjë. E kuptoj. Ishte atë përshkuar tek zoti Rama, besoni që do edhe ndjeshmërinë tuaj që keni ndaj këtyre socialistëve që vinë Spak. A do përballet sipas jush, a do vihet Edi Rama të përballet me Sali Berishën? Po ky është një vendim gjykate, Klodi, nuk ngelet opinionit tim. Ne kemi kërkuar, ata e pranuan, tashi unë mendoj që Edi Rama nuk ka luajtur mend që mos vinë gjykatë. Është një skandal enorm, do thotë një skandal shumë I madh, ndërkohë që ai duhet të vijë sepse ka detyrim ligjor, pra shikoni, nuk është në diskrecionin e tij të vijë, mos të vijë etj. Zoti Gjokutaj, çfarë të keqe ka që të paktën zoti Balla disa herë u referua që kishte marrë shtysë edhe nga shqiptara.com që kishte bërë investigim. A nuk duhet nisin hetime edhe kur bëhet një investigim në media? Absolutisht, media është një nga burimet më të fuqishme, por problemi është që Taulanti mediave u hodhi topin në gjykat, ndërsa në kallëzim dhe në dëshmi, në deklarimin që ka bërë në Spak, nuk përmendet fare media si burim informacioni. Këtu është gjithë problemi,
që e kupton. Këta shton sot nuk thon nesër. Pse? Sepse çështja nuk ka fakt penal. Mund të flitet për gjithçka, po për thelbin jo. Faleminderit. Mirë son, ha? Ja bëri çomi çifte sa. Oj. Për çfarë ishit Përse u fyetët nga A mund Isha në cilësinë e personit në Dieni për një çështje që ka të bëjë me Stadiumin Arena.